Ju përshëndet, Albert Lubenici. Pas sfidave të vitit kaluar, asaj me biciklet nga Gjermania në Kosovë si dhe ngjitjen në malin më të lartë të Afrikës, Kilimanjaro. Para 2 ditë kam filluar sfidën më të re, ecjen e këmbë nga Kaselli i Gjermanisë në qendër në Prishtinë, diku parafërsisht 1900 kilometra. Edhe kjo sfidë si sfida tjera është sfidë humanitare që ka për detyrë që ndihmoj fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Si moto nga kjo sfidë, unë do dhuroj nga 1 euro për kilometër. Edhe gjithë atyre shoqëruesve që kanë ndërmend të më shoqërojnë, edhe për ata do të dhuroj në fondin për ndihma për fëmijët dhe pleqet me nevoja të veçanta. Kësaj radhe unë do të bi nga shtete shumë ndryshme, prej Gjermanisë, Çekisë, do dalë në Austri, Slovaki, Hungari, Serbi dhe në fund deri në Kosovë. Kush dëshiron që të marrë pjesë në këtë rrugtim, mundet lirisht të lajmërohet tek unë dhe unë me kohë do e tregoj rrutën ka do i vi në për cilat qytete që e kam ndërmend. E kush dëshiron, me bashkangjitet janë të mirëseardhur.